Deputetja e Partisë Demokratike Jorita Tabaku reagoi pas publikimit të raportit nga Departamenti Amerikan i Shtetit, duke thënë se ky dokument dëshmon se Shqipëria vazhdon të mbetet në të njëjtin stagnacion për shkak të sistemit që kanë ngritur socialistët. Për ta ndryshuar këtë dinamik, sipas saj vendi ka nevojë për një shtet ku sundon ligji, jo ligjet me porosi, dhe për një qeverisje që punon për shumicën, jo për një pakicë të privilegjuar. Duke u ndalur tek çështjet e evidentuara në raport, Tabaku thotë se sipas skanerit amerikan, krimi në vend të shëritur me rreth 17%, duke nxjerrë në pak një problem serioz për mjedisin ekonomik të vendit. Megjithatë, për një investitor potencial, shqetësimi kryesor nuk lidhet vetëm me sigurinë fizike, ai lidhet me pasigurinë institucionale, shprehet Tabaku. Deputetja e Partisë Demokratike ndalet edhe tek gjetjet e raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për korrupsionin në gjyqësor në administratën shtetërore dhe në prokurimet publike, kur thotë se këto rreziqe bëhen edhe më të mëdha në sektor potencialisht tërheqës për investitorët amerikan, si infrastruktura rrugore dhe energjetika, kundërthuren prokurimet publike, lejet shtetërore, kontratat afatgjata dhe vendimarrja politike.